Një program prindërimi gjeti se angazhimi i babait në prindërim nëpërmjet leximit me fëmijën përmirësonte aftësitë e prindërimit tek ai dhe rriste aftësitë akademike të fëmijës. Baballarët luajnë një rol të rëndësishëm social, emocional në zhvillimin e fëmijës. Megjithatë, shumë pak studime kryhen mbi efektet e angazhimit të baballarëve në prindërim. Ky studim i vendosi baballarët në ndërveprim me fëmijët e tyre nëpërmjet librave, duke synuar përmirësimin e sjelljeve prindërore nga ana e babait. Studimi gjeti se pas angazhimit të babait, sjellja prindërore, sjellja e fëmijës dhe zhvillimi i gjuhës tek fëmia u përmirësuan. Baballarët raportuan përmirësim të teknikave disiplinuese dhe rritje psikologjike të fëmijëve të tyre.